Do mlidhemi gjithë rreth rrotull tavolinës, se cili do japi mendimet, u do merrem me makinën llogarice, me t'i bëj llogarit një nga një, dhe do i fusim listës kontroll, sa si qysh. Ama Elinara Big Mama do të më konë kryesorët ato që merren në përësi. Kurse këta tjerë, nëse kanë ai menim tjetër, zgjidhje tjetër është. Big Basta ka qef mu angazhu këtë radhë. Se ti besoj e marrë me furnizimet familjare dhe kështu e kuptosh pa kështu. Unë marrë në di, po thjesht ideja është kur ti bëjmë për 2 javë. Po, jo për 2 javë, qësh për 2 javë. Me kanë 400. Jo mëre, qësh për 2 javë. Me marrë ne. Kështu që do e bëjmë i llogarit. Big Mama Elinara, arrin të një nga tjetë mu i me atë në menem. Sa di buxheti se duhet një ma jote se s'ba. Për çam tha buxhet, po, vetë apo. Po. Bof, mirë. Pikë mëngjesit o shqyqyr. Unë kam ditë ndryshe dhe jo shqyqyr. Rriti se flet tim thot mu e se kujdes mikrofonit. Unë kam ditë ndryshe. Tani. A ti se kam ditë? Shqyqyr. Ester kujdes mikrofonit. Shqyqyr. Kam një përshtypje që mund vi një dron tani. Po, në i bajraktar. Unë sa më ka marrë male. Për dron? A, më në shpi. Qëfar droni më rëstu të ramë? Për dron? A ti se unë për një me kam një sandë kësë me bu më marrë një dron, vjen një ndjesi e keqe edhe më i menshu. Pitime. Mundet më marrë një ndjesi e keqe që ja kom puna i gabim, ja diqka dhe atëherë thonë ma mirë penshaj. Po jo. S'po duheq me pas dron. Po më ka marrë malli, nuk e ti pse. Gjithve nga ka marrë malli, bro. Po ti eshi sigur që janë mirë, këtë do që ke lonë jashtë. Edhe vetëm mec me këtë mendimin. Me sa po kuptoj unë, dyshja që kishim tjetër të fakirët e janë shumë të paknaqur. Po. Do mundohem me thonë e gjo, po unë s'fare. Në pashtë të tonë, pra. Sepse këto... Po burë edhe nuk po tepet fjalla me folë aty, pa më nuk pra mas një fjallë se kom folë edhe kom që gishtin dorën me folë, krejt, heq, aty veç të shme marrë ti fjallën, pa e që dorën heq. Pjako, unë i gjëshë këto gjithë kohë që bëshën kështu provokime, gjasme janë regjizora, zjedhin këto kur me dalë në prime, ose kur mos me dalë në prime. Po dje thanë, na e kemi dhezë, na kemi me shumë, kështë s'ke mu merë me ty. Kur e pam pasaj që s'kishin asë loj vëmëndje, ka ngellja në bo gjithë nerva. Po, e vërtet ke. Se të mos andoj e lizdi që ka patë, që ke qashi dështro. Që ka profesionista dhe profesionista. Ka amator dhe profesionista. Shmet, e vërtet. Shumë e vërtet. Pra kom dash unë i kom dhënë rëndësi. Edhe... Nga krau tjetër, burë që është burë, du të me pranu humbjen. Normal. Humbja është të vërtet. Me thonë drejten. Na sërëzisht nuk e kështë që kemi nda grupin. Unë vetë dja e kom një, tha grupi jonë. Qësh, unë e marrë që të mësë më konë ushtarë i kërkujna, asë jam konë kur, asë nuk kom e konë. Jo marrë vetë, kom e dalë vetë, edhe asë nuk më interesën, aleancën, pse jo me bo me një njeri që të jetë. Si a këtë në shpinë, s'ta këtë në shpinë. Kur t'jenë në finalja, atëherë bënja me së njënit tjetët edhe e të s'lojën. Është respekt. Ajo është respekt. Ama, une, shumë ka respekton. ushtari diku, jo, vëllaj, kur një. Pse duesh? Pse duesh? Po Big Mama mu dje, pove. Dhe dhe ati artë, shumë, sa herë tha që i artë, unë thamë këtë, mama, a ki nevoj me ti mu, a ki nevoj me ti mu, diqka, veç ta me marrë lafe, tha për me që ti të unë as biset, s'kom bo me ta, e të kuptu. Kemi bo biset rreth ushqimeve, a tha, boni, tha, korra s'njerë. Edhe pëso më nuk për me e me marrë zdi sa herë fjallë, për s'kam bëjtë korra. Nuk jem në njerën që unë i rasë nga dikuj që të përdin për me shku deri në finale, absolutisht. Nese mas nese me dalë se kam pik problemi. Rëndësish më është që dalë
me dy kishtë ftyrë. Me kokën lart. Si ako marrë ftyrën vetit asnjëherë, se çka menojnë njerëzit, çka shpikin me këto sene nëpër publik, mu s'më intereson as pak. Unë gjithmonë audiencën më të madhe kam pas për njerëz më të shumë që janë mosha e tretë. Për shembull njerëz që janë pak më të pjekun, njerëz familjar, njerëz që Po normal, se edhe shembullin e ke dhënë shumë mirë. Ta thash kontenti që ke pas kriju ti. E sidomos me gjyshin. Është interesant, sepse ta shpjegova dhe atë ditë. Ka njerëz për shembull që s'e kanë pas fatin, po vetëm kur i humbim, e kuptojmë që se kena pas fatin me kalu, me shpenzu shumë kohë bashka. Kuptoj do ajo jotja lidhet shumë edhe me një ndjenjë që është totalisht tjetër, që është e pastër komplet. Ajo është ndjenjë për ata që e kuptojnë. E të kuptu? Po, shumë e përgjithshme si ndjenjë, i përfshin shumë veta ajo ndjenja. Nuk e di pse audiencën më të madhe gjithmonë e kam pas për njerëzve moshës tretë, për njerëzve më të pjekun që jo. Po sepse kanë nevojë, shohin nipin e vet të ti. Po. A kupto? Shohin nipin, shohin besat, shohin, a kuptoj, shohin është mjalti të thotë. Qëra, çka do që të bëjsh në jetë, çka do që të bëjsh ose çka do që të arrish, gjithmonë ekzistojnë njerëz që edhe kanë me të shapë, mënej kanë me të shapë për të keqësis. Qëra, nuk kemi lind asnjë njeri njëjtë. Do më thonë, si ti artist, që në model, ose çka do që t'jetë, nuk kemi lind ju pëlqy gjithë. Absolutisht nuk kemi lind ju pëlqy gjithë. Gjithmonë ka me pas diçka që ty ka me të... Ti kimi u brejt të njerëzit. Ata njerëzit mundon me të urrejt ose diçka. Ti je ai që dush me menaxhu që të sa. Zia po m'kupton. Po m'kupton ajo? Të kuptoj shumë mirë. Momentin që ti je zoti me menaxhu çet pjesë, atëherë seriozisht kemi arrit shumë mirë. Momentin që merresh me komente negative, edhe nuk mundosh me menaxhu pjesën e njerëzve toksik që i kjafë vetes ose që të rrethojnë për komente, atëherë për një moment nuk mundesh me arrit kur gjoni. Thjesht duhesh me u rrethu me energji pozitive. Energji negative duhesh me e largu, ta kesh vathën veshkët, edhe asnjëherë nuk ka reklam të keqe. Ja. Jo, reklam të keqe Si të shajnë, si të lavdrojnë, është reklam. Shumë e vërtet. Mos e harro këtë pjesën. Me këtë parim të ecësh, edhe pastaj normalisht ti je i drejtë, është shumë e rëndësishme. Qëre ki njerë që nuk janë drejt hiç janë drejt, edhe i thujmë vetes që është i drejt. Kishe, në thojës është i drejt, edhe merr komente negative dhe krenohet për komente negative thotë jo, mërë që njerëzit s'pundojnë. Prandaj, fati i madh është që po jetojmë në epokën e një formati të tillë që bëjmë neve pjesë, në të cilën dalin në pah shumë veti negative të shumë njerëzve ose të shumë personazheve të njohur ose më pak të njohur, të cilët kanë një karrierë, le të themi, të konsoliduar, le ta marrim mesatarisht këtë, dhe tregojnë veten e vet në situatat ndryshme. Mos harro se këto situatat që ndodhin këtu janë njësoj si situatat në jetën e përditshme. Normal. Pra këtu pasqyrohet komplet jeta e përditshme dhe mentaliteti. Pa i hy fare punës që jo po si u rritëm e si ashtu, ja. Pa i hy fare punës si u rritëm si ashtu, dikush ka pas më shumë, dikush ka pas më pak, dikush është i lastum, i lasdrum, ose dikush më pak. Por është shumë e rëndësishme që me tregu veten me qenë vetvete. Tani, kur dikush bën skema jashtë vetes vet, e ha ujku. Me ha ujku, shumë e vërtet është. Keni gjuar dhe shprehje kara uku në Shkollës? Kara uku? Uku për ujku. Po ku kara? Në Shkollës. Në Shkollës, jo. Kara ujku në turisht e di? Po, dhe njëta gjë, po kara uku në Shkollës. E Shkozës si thoni turisht edhe? Jo, ne themi Shkozës është një lagje. Le të themi, po, lagje. Sot është lagje. Okej. Mëre, nona. Kështu që nona, prandaj ti ke tregu që ke super karakter të fort. Po, mu nona. Prandaj të them edhe pitbull ty. Ta zanë. Edhe se ke rezistencë dhe kafshimit, je bullizu në mënyrat më të frikshme, që në jetën reale, në jetën jashtë,
Jam shumë i sigur që do kishe reaguar shumë ndryshe, po bravo të qoftë për rezistencën, edhe bravo të qoftë për karakterin. Ta them troç. Po, faleminderit shumë, po jo basan. Hajde si zarfi, hajde. A? Hajde si zarfi. Kush e dha zarf? Okej. Buxheti. Bravo.